Libri i gazetares shqiptare, Fortesa Latifi, ndër më të shumë priturit në vitin 2026 në SBA. Libri i ri i gazetares shqiptare, Fortesa Latifi, me titull Like, Follow, Subscribe, Influencer Kids and the Cost of Childhood Online. Pritet publikohet më 7 prill dhe është përzgjedhur nga The Washington Post, ndër librat më të shumë pritur për vitin. Votimi vjen nga shtëpia botuese prestigjioze Simon & Schuster, vepra sjell një investigim të thellë mbi industrinë shumë miliardësh të fëmijëve influencier dhe çmimin që ata paguajnë kur fëmijëria e tyre shndrohet në përmbajtje online. Libri ngre pyetje thelbësore, çfarë do të thotë rritesh me kamër përballë 24 orë në ditë, çfarë ndodh kur momentet më intime të fëmijërisë, sëmundjet, krizat emocionale, periudha adoleshencës apo situatat familjare publikohen për miliona njerëz. Fortesa Latifi hedh dritë mbi shkeljet e privacy-së, abuzimet financiare dhe mungesën e mbrojtjes ligjore për fëmijët që shfaqen në kanalet e influencuesve familjar. Përmes intervistave me psikologë, ekspert punës, ish influencer, fëmijë dhe vlogger familjar, autore dokumenton presionet, traumën, pasojat afatgjata dhe ekspozimin publik të hershëm. Libri nuk ndalet vetëm te kritika e kulturës toksike të rrjetave sociale, po ofron dhe një hartë rregulatore për mbrojtjen e fëmijëve dhe përgjegjësinë e publikut që konsumon këtë përmbajtje. Fortesa Latifi jeton dhe punon në Los Angeles, shkrimet e saj janë botuar në Rolling Stone, The New York Times, Washington Post, Teen Vogue dhe media të tjera prestigjioze. Kritikat e kanë vlerësuar librin si një studim i guximshëm, tronditës dhe i domosdoshëm, që sfidon mënyrën se si teknologjia, prindërimi dhe fitimi financiar po ndërhyjnë në fëmijëri. Like, follow and subscribe, like, para pëlqeje, ndiqje dhe nënshkruaj, cilësohet si lexim thelbësor për prindërit, edukatorët, ligjbërësit dhe gjithë ata që duan të kuptojnë realisht koson e famës në internet për fëmijët dhe domosdoshmërinë e mbrojtjes së tyre në epokën e algoritmave.